Në një kohë kur teknologjia po shërben si ulëse mes njerëzve dhe mundësive të barabarta, një projekt inovativ në Kosovë po u vjen në ndihmë personave me aftësi të kufizuara në të folur. Pajisja Text to Speech tashmë është ndruar në aplikacion, u krijua nga profesor Laurik Elshani në bashkëpunim me studentin Burim Berisha, si përgjigje ndaj nevojave konkrete të një studenti me nevoja të veçanta. Pajisjen e kemi ndërtu, dizajnu dhe programu së bashku me studentin tim Burimin, me qëllim që të ndihmojmë një kategori të veçantë të personave me nevoja të veçanta, personave të cilët nuk mund të flasin dhe ju duhet asistencë sociale, asistencë zanore, në mënyrë që ata ta kenë ma lehtë socializimin në shoqërinë tonë edhe ta kryejnë një shkollim më të mirë fillë si që meritojnë edhe të tjerë. Pra. Profa më ka ofruar për bashkëpunim, edhe kam pranu pa menu dy herë të njoh profin çfarë kapaciteti, çfarë aftësish ka. Di që projekti me profet nuk do shton edhe çdo projekt që unë propozon unë e pranoj pa probleme. Studenti është i nivelit master në kolegjin OAB, është para diplomimit, ai ka kontaktuar me mua përmes emailit dhe emailet e tij ja ka bashkangjit jetë përshkrimin e tij apo ditarin, ku i ka përshkruar në detaje peripetitë e tij që ai i përjeton në jetën e përditshme si person me nevoja të veçanta dhe në fund të emailit më ka lutur që m'ia bëj një zgjidhje në mënyrë që ai me vazhdu edhe doktoraturën e mos jetë shkak që ai nuk mund të fletë edhe mos më mujtë me vazhdu shkollimin në më të tjesha. Ky bashkëpunim mes teknologjisë dhe ndjeshmërisë njerëzore solli një zgjidhje që premton të thyejë barrierat e komunikimit për shumë individ. Pajisja i shërben kryesisht personave me pengesa në të folur. Përdoruesit mund të shkruajnë tekstin që duan të komunikojnë dhe aplikacioni e shndron atë në zë, duke lejuar zgjedhjen e gjuhës së dëshiruar, shqip, anglisht ose gjermanisht. Ka qenë dizajnimi i case-it i kutisë për personi me pas ma të lehtë në përdor. Pajiset me porosit, printime me ba edhe me ndihmu profës hardverikisht edhe me ba lidhën ndihmë sa ku mujt me kontribu. Nuk e kemi ditë studentin çfarë shtetit do me vazhdu doktoraturën. Ka mujt me vazhdu në Shqipni, atëherë du gjuha shqipe, në një universitet që flasin anglisht ose diku në Austri, në Gjermani, ku ta dione që do të flitet gjuha gjermane. Po ashtu të kam edhe si gjuhë, si zgati si nënës për shkak se studimet i kam kryer gjuhën gjermane, edhe se kam pas sa vështirë, domethënë me integru dhe gjuhën gjermane në pajisje. Pajisja është e bënë në atë mënyrë që me ndërvepru me pajisjen qoftë përmes tastierës ose me ekranit me prekje apo touchscreen. Sistemi përfshin edhe inteligjencë artificiale që mundson përshtatjen me stilin e jetës së përdoruesit dhe personalizimin e përvojës. Algoritmet e inteligjencës artificiale janë të integruar po ashtu në këtë pajisje në mënyrë që t'ja përshtasim punën e përditshme të përdoruesve tash me nevoja të veçanta pajisjes në mënyrë që çdo herë më tepër ndërveprimi me pajisje të jetë sa më i natyrshëm, duke domethënë algoritmet e inteligjencës artificiale analizojnë punën se si punon përdoruesi dhe mandej mundohet me ja përshtat sa më mirë aplikacionin që me ndërvepru më mirë dhe më korrekt me përdoruesin, po ashtu edhe bën edhe përshtatjen e intonacionit, pra kur konvertohet teksti në zot që t'jetë më i përshtatshëm edhe mos duket si zor robotik, po më i natyrshëm. Funksionimi veç e kena testuar shumë i mirë, po mundem të pas edhe ndryshime nëse ka donacione nga ndonjë organizat, mundem me integru për shembull baterinë edhe me bë shumë wireless, me pas më shumë më pa kabla, me bë sa më përshtatshme edhe me bë sa më fort nëse ka nevojë trego. Megjithse përballë shumë sfidave nga porositja jashtë vendit deri te vënesa teknike, ekipi nuk u ndal. Projekti u realizua me përkushtim dhe në baza vullnetare. Me që shteti i Kosovës nuk prodhon pajisje ose pjesë elektronike që nuk kanë dashur neve për ndërtimin e pajisjes. Disa domethënë pjesë i kemi porosit në Kosovë prej kompanive të ndryshme, ndërsa pjesë tjera të mbetura i kemi porosit online. Gjë e cila mandej na ka kushtuar me kohë, derisa pajisjet kanë ardhur, kanë zgjuar secila prej tyre në 4 deri në 5 javë. Na kena bën baza vullnetare, në shumicën e pjesëve dërmuese i ka paguar vetë studenti pra Burimi,
Ku marrë pjesë edhe unë, mirë po shumicën e pjesëve i ka pagu bërimi. Mendojmë që studentët që kemi mi adhuru, a e ka një rrjet gjonë në mrapa vetet, pra personat që janë me nevojat veçanta njëjtë si kurse ai, dhe mendoj që në të ardhmen ai ka me pas mbështetje prej OJQ-ve të ndryshme me marrë ndonjë donacion, në mënyrë që me fitu edhe persona tjerë për këtij projektit, jo vetëm ai. Përvoja deri tani ka sjell komente pozitive dhe qëllimi është që pajisja të integrohet në të gjitha nivelet e edukimit në Kosovë. Komentet ka qenë pozitive, ka pas pi studentët që kanë ndesh me bashkëpunu, po nuk ka pas nevojë për arsye se kemi qenë bollën e profa, kanë qenë shumë të mira. Pritet shumë të mira nga popullata, nga gjithë ka qenë e mirë shumë. Domethënë si kontribut vullnetar. Po mas gjetjes së ndonjë donacioni, domethënë hapi pasues do të jetë, domethënë inkuadrimi i secilit nivel të edukimit, jo vetëm i studentave master ose bachelor, mirë po secila kategori që i përket këtyre personave me aftësi kufizuese. Kjo pajisje nuk është vetëm një produkt teknologjik, është një hap i madh drejt krijimit të një shoqërie më gjithëpërfshirëse dhe të barabartë për të gjithë.